Fushata elektorale e kandidatit socialist për qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj vijon me ritme intensive, një ndalesë e rëndësishme takimi me banorët e Lubonjës, shërbeu për të dëgjuar nga afër shqetësimet e komunitetit dhe për të ndarë prioritetet e mandatit të ardhshëm. Banorët e Lubonjës u shprehën të vendosur për të mbështetur djalin e zonës, duke theksuar se ai ka treguar veten dhe meriton të përfaqësojë sërish komunitetin në kuvend. Kryetari i Bashkisë së Selenicës theksoi rëndësinë e kësaj kandidature, duke thënë se zona kërkon një përfaqësues me zë të fuqishëm dhe Sinaj e ka dëshmuar se është një i tillë. Vota për të është një investim për të gjithë krahinën dhe bashkinë. Gjatë bashkëbisedimit, kandidati Sinaj u shpreh se ka të drejtë ta kërkojë votën mbi bazën e punës së bërë, duke shtuar se ka vepruar si përfaqësues i denj i banorëve. Ka ende shumë për të bërë, veçanërisht për çështjen e pronave në zonat rurale, që do të jetë një nga synimet e tij kryesore. Një nga punët e mia si deputet, mandatin e tretë timin do jetë që do luftoj që të bëhet azhurnimi dhe menaxhimi i komplet pronave në zonat rurale. Këtë do kërkojmë. Se po su bëjo nuk e merr njeri pronën. Është ndryshe të jesh një vend i jashtë komunitetit evropian, që nga mënyra e trajtimit që të bëjnë në aeroport apo në porte, edhe deri tek ajo që je pjesë e familjes europiane dhe je pjesë e buxhetit të Bashkimit Evropian. Në momentin që je pjesë e buxhetit të Bashkimit Evropian, do marrësh financime nga Bashkimi Evropian, siç marrin bashkitë nga qeveria jonë. Dhe financimet pritet që të jenë për bujqësinë, të jenë 300 milion euro në vit. Ato janë avantazhet të Bashkimit Evropian. Ta qytetarët e zonës nga Lubonja, nga Armeni, nga Treblova, nga Kuçi, nga Drashovica më thanë të gjithë që o deputete, ke bërë gabim që do të largohesh, kemi akoma nevojë për ty. Janë këta që i thanë dhe partisë time dhe unë jam një i vetmi deputet që nuk kam kërkuar të kandidoj prapë. Shko në Kuç asfalt, shko në Bolen e ishte bërë asfalti, shko në Vranisht tani po shtrohet asfalti dhe Vranishti po bëhet me asfalt nga qendra e Vranishtit deri në Hor me asfalt dhe nga qendra e Vranishtit deri në Hor trotuar 1,5 metra. Nga qendra e Vranishtit deri në Hor ndriçim gjithë rruga. E ka bërë punën e tij në mënyrë më të mirë të mundshme. Vullneti vin për mandatin e tretë dhe vin si njeri i provuar. Si njeri i cili i ka hap telefonin njerëzve, si njeri që u është gjendur. Vota për PS-n edhe vota për Vullnetin është vot për gjithë krahinën dhe për ne si bashki. Me anë të deputetit ne mund të ngrëmë zërin më shumë për investime dhe për projekte të cilat kanë impakt në këtë zonë. Dhe na lehtësoni punën edhe neve. Që edhe ato probleme të vogla në dukje që janë tuaj, të cilat duhen buxhete, duhen projekte, ne t'i bëjmë realitet me Vullnetin. Ne kemi një zë i fuqishëm t'i themi po, duhet azhurnimi i tokës, sepse me anë të azhurnimit të tokës në të gjithë zonën ne mund të nxjerrim certifikatet. E duke nxjerrë certifikatën, njëri mund të investojë. Po kjo punë bëhet gjithë së bashku. Nuk bëhet vetëm. Unë kam të drejtën time që ta kërkoj votën për emrin tim për atë që kam bërë. Nëse u duhet një deputet që u hap telefonin, u vin ju takon, keni hall, një problem, një shqetësim, bin kanalin, mua më keni këtu. Kjo mënyra që ka zgjedhur Partia Socialiste për të kandiduar në këtë mënyrë është mënyra më e mirë, sepse na i bën deputetët të jenë me këmbë tok.